A e dinje edhe ti që ne femrat ose shoqëria kolektivi jonë, por në përgjithësi dhe këtu në Greqi, ne femrat, kur bëhemi nëna, lidhemi shumë me energjinë e fëmijës, sepse aktivizohet ajo energjia e nënës në thellësi, për mbrojtje, për marrjen e përgjegjësisë, por pa dashje, kur bëhemi nëna, harrojmë që kemi dhe partner, bashkëshort në krahët tona. Dhe këtu, nga ana e energjisë, çfarë ndodh? Partneri jon kupton që ne e kemi përjashtuar si mashkull. Çfarë bën? Kërkon atë gjininë femërore, pa dashje, pa e kuptuar, dhe të gjitha këto që po ju them bëhen në nëntërgjegjen tonë, tek femër tjetër. Kështu fillojnë dhe tradhtit. Shumë herë mund të jesh me një mashkull në familje dhe nuk e ke prishur familjen, qëndron aty me ty, por faktikisht nuk qëndron në anën e energjisë. Nuk është ajo lidhja siç ishte më parë. Prandaj, o femra, dhe të parën ja them dhe vetes time, që e kuptova pse disa gjëra bëheshin tek mua nga ana e partnerit. Sepse ne i kushtojmë shumë vëmendje fëmijëve dhe harrojmë që jemi femra. Dhe harrojmë meshkujt. Dhe sot në një master class që bëra për sistemin transformik, mësova akoma edhe këtë. Dhe vërtet, në qoftë se duam të kemi familje, në qoftë se duam që fëmijët tanë të kenë harmoni brenda tyre, ata duhet të shikojnë që ne në radhë të parë jemi burrë e grua, jemi partner dhe të vëmë të parët burrat dhe së bashku me ata ne të shikojmë fëmijët. Për të gjitha këto ka zgjidhje. Në qoftë se dhe ti do ta mësosh që në çfarë energji është burri jote dhe ti me ata dhe me fëmijët dhe të viren të gjitha gjërat në sistem, mundesh të komunikosh, të bëjmë një seancë private, që të shikojmë dhe të bëjmë çdo gjë në vijim. Gjithashtu, për të gjithë ju shqiptarë që jeni këtu në Selanik, në anën pa anë, dhe kudo që t'jeni, dhe këtu në Greqi dhe në Shqipëri, mund të mblidhemi grupe të paktën 10 veta, që të fillojmë të bëjmë këtë sistem fajsik për të sjellë sistemin në familjet tona, sepse është çelësi kryesor që ne të rregullojmë dhe të shërojmë plagët tona dhe të paraardhësve. Dhe sot mësova dhe një gjë tjetër, deri më sot thoshim 14 breza, por mësuesi ynë sot na tha që ka dhe 20 breza që po e shikojmë me shkencë që vinë në ADN-n tonë. Prandaj o njerëz, kohët ndryshojnë, energji ndryshojnë, jemi këtu për evolim, jemi zgjedhur me një mision si shpirt çdo njëri nga ne të kryejmë një detyrë deri në fund. Le të bashkohemi të gjithë bashk për t'i liruar të gjitha këto, sepse të gjithë jemi një. Ju falenderoj dhe ju mirëpres.